Ka nëse të kisha thënë që mundesh me fitu një pagë 2.000-3.000 euro në muaj të punu nga shtëpia. E di që duket jo reale, ama është plotësisht e mundur. Krejt çka duhet është me di gjuhën angleze, me pas një laptop, me di cila është shkallësi që ti posedon të kërkuarën në tregun e punës, dhe më ja nis. Që nga viti 2017, unë punoj me klient ndërkombëtar dhe kom arrit me ndërtu një karrierë të suksesshme pa pas nevojë me emigru. Sigurisht që do e pyet veten a më qysh, kam ja nis. Teknologjia sot e ka shuar çdo barrierë të imagjinueshme. Në shoqërinë tonë, fatkeqësisht hala shumë njerëz që janë mirë të informuar për mundësitë që ofron bota online, edhe se çysh me shfrytzu këto mundësi në mënyrë që me ndërtu një karrierë të suksesshme të punu me klient ndërkombëtar. Sot ka plot platforma që ta mundsojnë ty me ofru shkallësitë tua për klientë të ndryshëm ndërkombëtar. Njëra ndër këto platforma, njëherësh edhe ndër më serioze në treg është platforma Upwork, e cila përshëndon mbi 300.000 klientë aktiv. Domethënë, persona të cilat në mënyrë aktive kërkojnë punëtor ose ofrues të shërbimeve. Mendoje tash ti, sa puna postohet në baza ditore në Upwork. Në Upwork ka vend për profesione të ndryshme edhe individ me eksperiencë në shkallësi të ndryshme. Zakonisht ndër profesionet më të kërkuara në Upwork janë ato që lidhen me botën digjitale. Për shembull, programerat në Upwork e startojnë orën nga $13 e mundën me mbrit deri në $324. Dizajnerat startojnë dikon te $15 e mundën me mbrit deri në $150 për orë. Copywriters startojnë dikon te $10 e mundën me mbrit deri në $100 për orë. Megjithatë, këto nuk janë të vetme profesione të cilat mundën me ofru shkallësi dhe shërbimet e tyre në Upwork. Mendoje se çka den ti që mundet mu lidh me botën digjitale, edhe se a ka aplikueshmëri ajo shkallësia jote në botë digjitale. Nëse po, me shumë gjas mundesh me gjetë punë online. E çështja mbi tortër se nuk e ke asnjë lloj kufizime. Ti mundesh me punu me atë klient sa ti don, me lidh pra aq kontrata sa ti don, me punu prej cili do lokacion që është e përshtatshme për ty, mundesh me punu nga shtëpia, mundesh me marrë një coworking space, mundesh me marrë një zyrë me qira me shokët e tu ose shoqet e tua, varësisht se çka ti preferon, edhe mundesh me punu me një orar i cili është fleksibël për ty. Mundesh me startu mëngjes, mazditë, kurdo që ti e sheh të përshtatshme. Gjithashtu nuk ke kufizuar në rol. Do me thonë të mundesh me punu si designer, mundesh me punu si social media manager, njëkohësisht. Mjafton që profili yt në Upwork këtë rast specifikisht me qeni përditësuar në këtë mënyrë, po supozona se ti ke lidh 8 kontrata. Minimalisht se cila nga këto kontratë hajde po di gjeneron $300-400 që janë part-time kontrata, do të thonë kontrata me kohë të pjatshme. Tash 300 herë 8 goxha mirë po t'ingllana po. E tash, sigurisht që të thonë, ama qysh me ha profilin Upwork. Krejt çka dohet është me shku te faqja në Upwork, upwork.com, me sign up si freelancer, edhe me plotsu të dhënat të cilat Upworku i kërkon. Upworku nuk kërkon pagesë për me hap një akaunt, kështu që lehtësisht mundesh me provu edhe me hap një akaunt, edhe me përditësu akantin për shkallësit edhe nevojat dhe shërbimet e tua. Si secila platformë janë do tips and tricks që mundet me ndihmu ty që me gjetë punën më shpejt, me ditë me komuniku me klientët në mënyrën e duhur që me të favorizu ty, edhe me arrit me ngritë dhe mu avancu. E qysh me mrit deri atje? Ftojmë me na ndjek në Instagram, edhe me na shënu për çfarë do pyetjes që mundesh mi pas, edhe me ndjek videot e tona të ardhshme në YouTube. Deri videon tjetër, miru dëgjofshim.